Shqipëria vijon të mbetet destinacioni preferuar turistik, konfirmuar kjo edhe nga shifrat gjithnjë në rritje të vizitorëve. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhia tha se vendi ynë gjatë muajit mars mirëpriti 609.363 vizitorë të huaj, një rritje prej 59.598 turistësh, krahasuar me marsin e vitit 2025, ose rreth 11% më shumë. Në një kohë sfidash globale, Shqipëria po sfikat gjithnjë më tepër si një alternativë e sigurt e gjithnjë më të rejse për turizmin gjithjetor, nga natyra tek trashëgimia kulturore, mikpritja, kulinaria dhe jetesa artistike. Oferta turistike shqiptare po fiton gjithnjë më shumë vëmendjen e botës, u shpreh ministri Gonxhia. Jo vetëm marsi, por në të 3 muajt e parë të këtij viti është regjistruar një rritje e numrit të turistëve, të biletave për vizita në parqet kulturore historike, zonat e mbrojtura dhe kalat, ndërkohë që synimi kryesor mbetet arritja e një turizmi gjithvjetor, duke ofruar diversitet të lartë në turizmin natyror, kulturor, historik, aventur, tradit, kulinari e më gjerë.